Sot dëshiroj të ndaj me ju historinë e Renatës, një klientja ime e cila jeton në Itali dhe në muajin qershor më kontaktoi për të marrë programin Detox me Kalosnep. I sugjerova këtë program sepse dëshironte të humte sa më shumë kile të ishte e mundur. E mori programin dhe e filloi dhe në javën e parë pa u mbushur java, Renata arriti të hiqte 2.5 kg. Deri këtu ishte shumë e lumtur sigurisht, sepse po e shikonte ndryshimin dhe tek veshjet që kishte veshur në ato para një jave dhe që po i vishte sërish në vazhdim. Ishte shumë e shfryrë dhe kishte filluar që të binte dhe nga kilet, siç e thash. Pas javës së parë, Renata nuk po humte më kile. I ndryshova mënyrën e përdorimit të programit dhe sigurisht i sugjerova që programin të mos e ndalonte, sepse është shumë e rëndësishme që programi të mos ndalojë që ne të kemi një rezultat sa më të mirë deri në fund të tij. Dhe Renata sigurisht nuk e ndaloi programin. Pasi e mbaroi dhe pas një jave diçka e tillë, më kontaktoi dhe më tha që kishte humbur në total 6 kg dhe gjithashtu kishte humbur 3 masa, nga veshja 50 që i merrte numrin e rrobave, kishte vajtur tek masa 42. Ishte shumë e lumtur sigurisht dhe unë me atë, por Renata nuk ndaloi këtu, sepse pas 2 muajsh gati më mori në telefon dhe më kërkoi që të provonte paketën Fit 9. Paketa, programi që është për 9 ditë. A dëshironi të dini se sa kile ka humbur Renata vetëm me paketën Fit 9, veç paketës së parë që përdori Detox me Kalosnep? Nëse po, më komentoni.